Mendoj që ka shkuar mirë, ka qenë e qetë, edhe është, domethënë, nuk kam ndjerë asnjë lloj shqetësimi edhe nga palët e tjera, do thoya nga gjithë palët që kanë qenë fushatë, dhe mendoj që Shkodra po vazhdon të japi një mesazh të mirë të mënyrës se si e bën fushatën, pa shumë pa beteja të kota, do thoya, kështu që unë jam i kënaqur, sigurisht ekipi jon që janë të ri, e vajza të reja, njerëz cilët kanë një energji tjetër, po punojnë mirë, them që janë shumë motivuar, janë shumë optimist, dhe besoj kanë sjell një parërisie në mënyrën e komunikimit me publikun. Si u duken listat? Dyja partive, nëse po, nisim nga Partia Socialiste. Po them, lista jonë është shumë fresh, do thonë, shumë e freskët, edhe janë njerëz cilët janë zgjedhur që të janë rreth parë njerëz të ndershëm, njerëz që kanë punu pa dhe nuk mund t'i njollosësh, edhe nuk mund t'i kthesh në histori, janë njerëz që kanë punu dhe njihen qytet për njerëz që kanë dhënë kontribute modeste, janë profesionistë, janë të gjitha shtresave, kanë të gjitha zonave, dhe besoj se përfaqësojnë, çdo kush gjen veten te secili prej tyre. Çdo kush mund gjej veten tek i ngjashmi i tij në listën edhe besoj se janë një frurje mirë dhe afatgjatë, do thoya, në kontributet për qytetin. Kemi mjek, kemi inxhinier, nuk janë figura shumë të njohura në kuptimin historik, ashtu sikurse, por unë mendoj që ajo është një sfidë shumë interesante, është një ofertë shumë e mirë për Shkodrën, fizionomia e deputetëve që kemi sjellë. Po të Partisë Demokratike? Po, mendoj se është e kundërta e kësaj. Mendoj se është një model tjetër, nuk janë shumë të lidhur, janë të lidhur me qytetin. Këto kandidatët janë në Shkodër, do rinë në Shkodër, do punojnë në Shkodër, nuk shkojnë e nuk vinë, nuk janë jabanxhi, kështu që mendoj që disa gjëra lista e të tjera mund të kishte përmirësuar.